Kur jemi te shkenca e fikut, ose jurisprudencës islame, dietarët thonë se fiku është shkenca e cila mirret me dispozita, domethënë shkencë fetare, e cila mirret me dispozitat sheriatike praktike. Shumë është më rëndësi këto dy specifika të këtyre dispozita, domethënë dispozita sheriatike praktike, të cilat përfitohen nga argumentet sheriatike të detajuara ose të veçanta. Kur jemi të definicioni këtu, ka nevojë më u shpjegu pak në mënyrë që me pas më të qartë se fiku me çka mirret. Nëse e dëgjojmë fjalën fik, nëse e dëgjojmë duke thënë se këto çështje janë të fikut, dietarët e fikut ose fukahat, atëherë për çfarë bëhet fjalë? Në mënyrë që të kemi parasysh se çfarë po dëgjojmë, ose çfarë na shpjegohet, ose çfarë na servohet, ose çysh duhet më ju qas këtyre çështjeve që janë të tilla. Kur thuhet shkenca e cila mirret me dispozitat sheriatike, do të thotë nuk i interesojnë dispozitat jo sheriatike. Po gjithashtu dispozita sheriatike praktike, që do të thotë se ka dispozita sheriatike që nuk janë praktike, po janë, me thonë teorike ose janë të brendshme. Për shembull çështjet e besimit. Çështjet e besimit janë të brendshme, të cilat lidhen më tepër me brendsinë e besimtarit, bindjet, akidja, besimi e kështu me radhë, ndërsa shkenca e fikut merret me dispozitat sheriatike praktike. Domthon praktike çka më konkretisht, domthon gjithçka, çdo dispozit që vjen nga sheriati e që ka për qëllim gjithçka që del nga njeriu, prej sjelljeve të tij, prej fjalëve të tij, sikurse namazi për shemb, namazi është i jashtëm. Domthon janë lëvizje të jashtme dhe në dispozita praktike. Domthon ka ritet e veta namazi, gjithashtu haxhi është adhurim i jashtëm. E fiku mirret me këto. Pastaj gjithashtu edhe me shitblerjen, martesën, domethënë gjitha veprimet që dalin për njeriut e që janë veprime të jashtme, këto i studion shkenca e fikut dhe normal që sjell dispozit për to.